Pse overthinking po shkatëron njerëzit modern? Mendja moderne nuk pushon kurrë. Edhe kur trupi lodhet, mendja vazhdon. Analizon. Kujton. Shqetësohet. Rikthen biseda të vjetra. Mendon skenar që ndoshta nuk do të ndodhin kurrë. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse kaq shumë njerëz sot ndihen të lodhur edhe kur nuk kanë bërë asgjë fizikisht të rëndë. Sepse nuk janë të lodhur nga trupi. Janë të lodhur nga mendimet. Overthinking është bërë pothuajse gjendja normale e njeriut modern. Njerëzit mendojnë shumë për të kaluarën, për të ardhmen, për atë që kanë thënë, për atë që nuk kanë thënë, për mënyrën si dikush i pa, për një mesazh, për një heshtje, për një detaj të vogël. Dhe gradualisht mendja fillon të bëhet një vend ku njeriu nuk gjen më qetësi. Psikologjia moderne e lidh overthinking me ankthin dhe mbingarkesën mendore. Kur truri qëndron vazhdimisht në gjendje analize dhe shqetësimi, sistemi nervor lodhet. Kortizoli, hormoni i stresit, qëndron i lartë për periudha të gjata. Mendja futet në një cikël pa fund mendimesh. Dhe problemi është se shumica e njerëzve nuk e kuptojnë kur ky proces fillon t'i konsumojë emocionalisht. Sepse overthinking shpesh duket si thjesht të mendosh shumë, por në realitet është shumë më i thellë. Është një mendje që nuk ndihet më e sigurt për të pushuar. Ka njerëz që nuk arrin të shijojnë as momentet e mira plotësisht. Sepse edhe kur gjithçka duket në rregull, mendja vazhdon të kërkojë probleme. Po sikur të ndryshoj, po sikur të humbas, po sikur të mos zgjas, dhe gradualisht njeriu fillon të jetojë më shumë në mendimet e tij sesa në realitet. Kjo është një nga tragjeditë më të heshtura të overthinking. Njeriu humbet momentin e tanishëm. Jeton në analiza, në frikëra, në skenar imagjinar. Marcus Aurelius shkruante, njeriu vuan më shumë nga imagjinata sesa nga realiteti. Dhe ndoshta ai kishte të drejtë. Sepse shumë njerëz sot nuk po luftojnë me atë që po ndodh realisht. Po luftojnë me gjithçka që mendja e tyre imagjinon vazhdimisht. Ka diçka interesante tek overthinking. Shumë njerëz që mendojnë tepër janë njerëz shumë të ndjeshëm emocionalisht. Ata vërejnë detaje. Ndjejnë ndryshime energjie. Analizojnë tonin e zërit, heshtjen, distancën. Dhe sepse ndjejnë kaq shumë, mendja e tyre përpiqet vazhdimisht të gjejë kuptim në gjithçka. Por problemi është se jo çdo gjë ka nevojë të analizohet kaq thellë. Dhe megjithatë, mendja nuk ndalon. Carl Jung besonte se njeriu modern gradualisht po humbet kontaktin me qetësinë e brendshme. Sepse jeton vazhdimisht i shpërqendruar dhe i mbingarkuar. Shoqëria moderne e ushqen overthinking çdo ditë. Shumë informacion, shumë krahasim, shumë zhurmë, shumë stimulim. Truri njerëzor nuk ka qenë kurrë i ekspozuar ndaj kaq shumë informacioni në historinë njerëzore. Telefonat, rrjetet sociale, lajmet, mesazhet, njoftimet. Edhe kur njeriu pushon fizikisht, mendja vazhdon të konsumojë gjithçka. Dhe gradualisht njerëzit humbasin aftësinë për të qenë vërtet në qetësi. Ka njerëz që nuk arrin të qëndrojnë 5 minuta pa kontrolluar telefonin, sepse qetësia i përball me mendimet e tyre. Dhe shumë njerëz kanë frikë nga ajo që ndodh kur mendja mbetet vetëm me veten. Blaise Pascal shkruante se shumica e problemeve njerëzore fillojnë sepse njeriu nuk di të qëndrojë qetësisht vetëm. Ndoshta sot kjo është më e vërtetë se kurrë. Sepse bota moderne i jep mendjes vazhdimisht diçka për të konsumuar. Dhe kështu, truri nuk pushon më kurrë vërtet. Ka njerëz që flen me lodhje mendore çdo natë. Mbyllin sytë dhe mendimet fillojnë. Biseda të vjetra, gabime, frikëra, skenar, kujtime. Dhe ndonjëherë në ata bëhet vendi ku mendja bërtet më fort. Psikologët e quajnë këtë ruminacion. Një cikël mendimesh të përsëritura ku truri rikthen vazhdimisht të njëjtat shqetësime pa gjetur. Qetësi. Dhe sa më shumë njeriu futet në këtë cikël, aq më e vështirë bëhet të dalë prej tij. Sepse mendja fillon të besojë se analiza e tepërt do ta mbrojë nga dhimbja. Por shpesh ndodh e kundërta. Overthinking nuk e mbron njeriun. E lodh,
E konsumon. E largon nga qetësia. Ka njerëz që overthinking i ka bërë emocionalisht të raskapitur. Nuk janë më të trishtuar. Janë thjesht të lodhur nga mendimet. Të lodhur nga analizimi i gjithçkaje. Nga përpjekja për të kontrolluar çdo rezultat. Nga frika e vazhdueshme se diçka mund të shkojë keq. Dhe ndonjëherë kjo lodhje është aq e madhe sa njeriu fillon të humbas kënaqësinë për gjëra të thjeshta. Sepse mendja nuk është kurrë plotësisht e qetë. Stoikët flisnin shumë për këtë. Ata besonin se njeriu vuan jo nga vetë ngjarjet, por nga mënyra si mendja i interpreton ato. Dhe ndoshta problemi modern është se mendja interpreton gjithçka pa pushim. Çdo vonesë në një mesazh, çdo ndryshim energjie, çdo heshtje, çdo pasiguri. Dhe gradualisht njeriu fillon të jetojë në tension emocional të vazhdueshëm. Ka edhe një arsye tjetër pse overthinking është bërë kaq i zakonshëm. Pasiguria moderne. Njerëzit sot nuk ndihen më emocionalisht të sigurt. Marrëdhëniet ndryshojnë shpejt. Jeta ndryshon shpejt. Bota ndryshon shpejt. Dhe kur truri ndjen pasiguri, fillon të analizojë vazhdimisht për të gjetur kontroll. Por kontrolli total nuk ekziston. Dhe kjo është arsyeja pse overthinking nuk mbaron kurrë. Sepse mendja gjithmonë gjen diçka tjetër për t'u shqetësuar. Friedrich Nietzsche shkruante, kush ka një pse për të jetuar, mund të përballojë pothuajse çdo si. Por shumë njerëz sot kanë humbur qetësinë e brendshme që i ndihmonte të përballonin pasigurinë. Prandaj mendja endet pafundësisht. Kërkon siguri absolute në një botë ku asgjë nuk është plotësisht e sigurt. Ka njerëz që overthinking i ka larguar edhe nga marrëdhëniet. Sepse analizojnë gjithçka aq shumë sa fillojnë të humbasin spontanitetin emocional. Mendojnë tepër për atë që ndjejnë, për atë që ndjen personi tjetër, për atë që mund të ndodhë. Dhe gradualisht frika fillon të jetë më e fortë se afërsia. Kjo ndodh shumë tek njerëzit që janë lënduar emocionalisht në të kaluarën. Sepse truri i tyre përpiqet të shmangë dhimbjen duke analizuar gjithçka paraprakisht. Por problemi është se dashuria, lidhja dhe jeta nuk mund të kontrollohen plotësisht. Dhe ndonjëherë overthinking bëhet mënyra si njeriu përpiqet të mbrohet nga pasiguria e jetës. Por duke bërë këtë, humbet paqen mendore. Ka diçka shumë të trisht tek njerëzit që mendojnë tepër. Shpesh janë njerëz që ndjejnë shumë, njerëz që kujdesen shumë, njerëz që duan të shmangin dhimbjen. Por mendja e tyre nuk di më si të pushojë. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse kaq shumë njerëz sot ndihen emocionalisht të lodhur edhe kur askush nuk e kupton. Sepse lufta e tyre ndodh në heshtje, brenda mendjes. Njerëzit shohin vetëm trupin, jo kaosin mendor. Ka njerëz që buzëqeshin jashtë ndërsa brenda mendja e tyre është në luftë gjithë ditën. Dhe ndonjëherë ajo që këta njerëz kërkojnë më shumë nuk është motivim, është qetësi. Pak qetësi mendore, pak heshtje pa ankth, pak momente ku mendja nuk lufton me gjithçka. Ndoshta kjo është arsyeja pse shumë njerëz ndihen mirë natën duke dëgjuar diçka të qetë. Sepse për një moment mendja ndalon së bërtituri. Dhe ndoshta kjo është ajo që mungon më shumë sot. Jo informacioni, por qetësia. Ndoshta njerëzit modern nuk janë thjesht të lodhur fizikisht. Ndoshta janë të raskapitur nga mendimet që nuk ndalojnë kurrë. Dhe ndoshta pyetja nuk është pse njerëzit mendojnë kaq shumë. Ndoshta pyetja e vërtetë është kur ishte hera e fundit që mendja e tyre u ndje vërtetë qetë. Sepse ndonjëherë paqja më e madhe nuk është të kesh gjithçka nën kontroll, por të mos ndjesh më nevojën për të kontrolluar gjithçka. Abonohu në kanal për më shumë video rreth psikologjisë, emocioneve, marrëdhënieve dhe anës së heshtur të natyrës njerëzore. Ndoshta disa biseda dëgjohen më mirë natën.